ka bo ma shumë përshtypje kush është përfolj ma tepër në këtë dasëm, sepse janë përfoljur të gjithë, sigurisht qifte që ka shkëlqy, si kurse në këtë rast nusja, por po ashtu dhe Andri, ka pas dhe tëftuar të tjerë që kanë bërë bujë në rjetë. është shumë e vërtet, për në fakt në vishkë është shfrytëzorasin me i uru martes edhe shpesojnë që ka me qenë jetë të gjatë dhe të lumëtër së bashku. Ka pas me jetë ndryshme virale, në fakt një diçka që ka qenë gogja problematike, ka qenë një screenshot e një mesazhe që është publiku dje, edhe ka qarkullu që ka pas mobilizime nga kundërshtarët politik të Ramush Haradinaj për me shku dhe me komentu në këto postime kundra dasmës. Pra ka qenë një diçka për cilën është folë dje, edhe mendoj që kjo është definitivisht është marrë, sepse të e pas parasysh randësin që familja Haradinaj e ka për historinë dhe do ta ketë gjithmonë për historinë e Kosovës, konsideroj që në secilin aktivitet, sidomos kur kanë gëzim, duhet me pas mirënjohje dhe në fakt duhet më gëzu edhe për ta, sepse ne gjithë e dim sa shumë i kanë dhënë këtij vendi. Momente tjera virale ka qenë kërcimi i Vlora Qytakut gjatë do thonë me kangën e Shkurt të Fesë, kemi parë, në fakt u akuzu që ai ka qenë dehu në ato raste, por më duk që kjo veç është euforie, duke pas parasysh që krejt kanë të festu edhe nëse ai ka marrë çaj hovi kallabllakut. Madje ke një moment që ndau se përveç që ka qenë eftuar, e ka dhënë një histori shumë të bukur përmes të urimit të saj në Facebook, ku tha që kur e ka pa Luanin sa ka qenë ende fëmijë, ka thënë që sa tritesh kimë ftu në dasëm. Edhe Luani ka marrë premtimin, domethënë, nuk ka qenë shumë e rastësishme